qeveria në detyrë nuk ka drejt specifikisht të bëj emrime. Dhe kjo qeveri, duke qenë detyrë, ka bërë emrime. Sot heni dhe i kontrollon website-in tash e kontrollova, ende qëndron kryeministri. Ligji për qeverin dhe ligji për deputet është shumë tepër i qartë, që qeveria në detyrë nuk ka drejt specifikisht të bëj emrime. Dhe kjo qeveri, duke qenë detyrë, ka bërë emrime. Ju kujtoni që të paktën shefin e doganës. Për atë është bërë publike, por ka dhe emrime tjera, cilat do të kontrollohen, por një mjafton për të konstatuar që është shkel ligjit dhe është abuzu me ligjin. Është abuzu me pozitën zyrtare dhe autoritetit. Pa kemi me qu krejt, apo veç këto tash e do më thonë, kallëzimi penal do të përgatitet për krejt periudhën e funksionimit të qeverisë dhe pastaj do të jetë në vlerësim të gjykatës. Por po e them prapë, besoj në këtë ta shpajtohemi që masdhënies të mandatit të betimit të deputetëve sot, asë një ministër nuk guxon të shkoj nesër në zyre. Po këto e keni po, më gabimi këto është pikërisht, kur është bo betimi, se hajde pelojmë që ligji për qeveri nuk po vlej ka shumë, sepse aty ka kontradikta dhe me gjëra tjera. Pe morëm si të mirëshin që qeveria ka pas drejt deri dikun. Por kur e kanë bo betimin, në momentin që e bëj betimin, ajo është deputet. Do më thonë, edhe qatë, do më thonë, pika e tretë. Betimi u bo sot, zotni? Po sot, po voli për sot. Do më thonë, ti po dhu prej sodit? Prej sodit, nëse gjithçka s'ka vlet më herët. Qeveri. Prej sodit nëse s'ka vlet asgjë më herët. Do më thonë, nëse sot e ka bo betimin dhe është deputet zyrtarisht, po themi tash. Po e morëm që të mirëqenë gjithçka që prej sot ka fillu, atëherë sot partitë të tjera, se sot tash s'ka opozit, po partitë të tjera që nuk pajtohen me qëndrimin e parë, është dashur që nga momenti i betimit, është dashur që të kërkojnë që pozicionet që mbahen aktualisht në qeveri të largohen. Nëse sot heni dhe i kontrollon website-in tash e kontrollova, ende qëndron kryeministri, ende qëndron ministri e drejtësisë është po e njëjta. Pra edhe pas betimit. Pse të kërkojnë opozita? Po të kërkojnë pikërisht për ato që tha Gueni, nëse e mbajnë një pse jo vetë qeveria më largu? Po sepse qeveria nuk pe konsideron se shkelje kushtetuese. Mirë. Çka po thu si profesor për argumentin e qeverisë që s'bën me met pas zot shtëpie? Ndoshta mundet me bet vetëm kryeministri. Po themi mënyrën atë versionin më të keq të mundshëm, sepse jemi në një gjendje tjetër, por edhe nëse mbetet kryeministri, ministrat do duhet të shkonin. Për shkak se mos mbetet, po themi kushtimisht shtëpia pa një zot, por me sot edhe zëvendës ministrat a mujnë me qenë nëse janë mandator në parlament, a mujnë me qenë zëvesa? Po ata përshtojnë zëvendës ministrat, se nëse ministri largohet, ata do duhet të zëvendësoni më një herë. Prandaj unë mendoj që opozita, partitë e tjera e kanë bërë lojën mirë politike, po flasim për lojën politike gjithmonë sepse gjithçka në fund është politikë, pavarësisht ligjeve, sepse ne jemi ata që po interpretojmë, pra partitë tjera e kanë bërë lojën mirë deri te betimi. Mandej nuk është dashur të qëndrojmë fare në sallë sepse po e themi gjithmonë pe marrim të mirëqenë që qeveria ka të drejtë deri në atë pikë, por momentin që mbetu është dashur të shohet parlamentit, i tregohet jepni dorëheqje seriozisht edhe nga postet zyrtarisht pra nga websajti, edhe atëherë kthehemi dhe e votojmë kryetarin e parlamentit.